Këtu nga tjeta. E më i thonë Apoloni e di që një lot, dikush ka punu këthy për i punë, dikush ka nejtë shpej gjithë ditën, po prapë se prapë kush rrinë gjithë ditën, edhe i lot. Po, si do qoftë, këtë lypin mangër. Sot do të bëjmë diçka një salat me repant kuq, pa gja sheqeri, ka thëmë, edhe i thuj. Po, na i thujmë repant kuq. Po e presim arsimi me ne pru repanin. Të ngërlet e arsim dhe gjithu. Kjo që e repani, fillimisht e këna qitë do uj me vlu, pa krypi, jo shumë, këtë më thonë, 3 gishta. E qirojmë që të repan në kadal. Të qërëm kadal, mos më jaku të fërtë. Edhe tjetër në silëm. Kjo është shumë i shnosh, sidomos për rruzat kuqet, gjakot edhe për imunitet. Preferohet bile shumë shpesh më hongër edhe langu i ti mu pi. Tash kur t'i zim, do të me pas kujtes po se po në atë kontekst që mos m'ja derdha ata ujë, se që ata ujë mujmë me përdor edhe me pi, si lang. Mujmë me përdor edhe për supë. Më thonë, mënyrat ndryshme. Ja jekëm që të bishtë qëto, edhe qëto qiknena, që është to. Tash e qirojmë edhe pak. Puna kam i të paqirua, kontrollojmë. Mi është me ndalës disa pjesë, nësë është e madhe si kur që kjo për shumë e ndajmë në 4-5 pjesë edhe në 6, që është në 6 për dojmë na, edhe qesë me vlu. Uj kemi qitë shumë, tja dherën pak. Edhe to tash e lojmë me vlu për një gjysë ore minimum. Edhe ndërkohë shteret edhe pak uj, repani lëshën lang, jeta e denësia e langut, mujna s'ka ju me një nume një enë, e lojmë frigorifer, edhe është mje për shama me piqat langun e kësaj, se është shumë, për imunitet është shumë i dobishëm edhe është i lashli. Dhe presim. Nuk di çka të gatuaj sot. Nëse nuk ke ide blije, Magi Idea për racion të ri çdo ditë që me garanci ka sukses. Sot përgatisim pasta me mishpule, presim mishin dhe skuqim, për mbajtjen e qesës e përziej me ujë dhe pam përgatim. Këtë ja shtojmë mishit dhe e ziej. Ne vendosim pastat, shtojmë mishin e pulës në salcë dhe i mbulojmë me kaçkavall. I pjekim dhe gati. Tani thuaj diçka. Diçka mahnitshëm e shijshme. Magi Idea e re për racione, mahnitshëm të shijshme çdo ditë. Kemi lënë repanin muzi për gjysore, që kjo është që ajo
repani. Kuq. Longu është shumë i shnetshëm. Është për njerëz anemik. Është për shtimbri për tririt rruzave të kuqit gjakut, për imunitet, e për shumë gjona tjera. Këto muj me pi lirisht, pa de facto është pothuajse ilaç. Lang portokallëve që është e ftoftë, domethënë që e njëjta është që është e ftoftë. Arra, feta djathtë, salata. Pikësparje e prejmë në qëto që qytash. E prejmë që shdojmë. Por me një dhoma ashtu, pa hezitim. Nashe e prejmë qëto, nashe e prejmë që qështu. Nuk ka nej regulore që do të me brejto. Arëm një qështu. Salatën. Vaj u liri. Uj repani. Lang portokalli. Edhe përzim. Qështu. Një pjatë pak më të madhe. Tujt, baba, ka shumë e zhurë. Babona. Edhe ja qesim që qështu kadal. Djathën feta. Ja thejmë qështu kapak. Repani tash. Edhe në fund një krushtara. Nëse dojmë mishtrydh limon, mujmë edhe mishtrydh limon, nëse s'dojmë ja qesim anësh pak qështu, kush dën i shtrydh limon, kush s'dën si shtrydh. Muj me përdor bukën broqe, të furrës buka, që përdoret edhe për sandviç, përdoret edhe në salata, përdoret shumë mënyra. Kështu që na boh mirë.